fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë rrugove, Vipa Chips dhe Medika. Shikues të nderuar, javën e kaluar ndoqëm pjesën e parë dhe shumë të rëndësishme të rrëfimit të një intelektualit të veçantë, Baca Idriz Zeqiraj. Me të vërtet, Baca Idriz meriton një konsiderat të jashtëzakonshme për mbamendjen, për ndurshmërinë e shpjegimit dhe rrëfimit shumë të argumentuar të asaj që ai përjetoi dhe përmes saj të pasqyrimit në përgjithësi të fatit të popullit shqiptar. Por kryesisht pjesa e parë ishte përshkrimi i raporteve figurës së mikut të tij të hershëm Ibrahim Rugova. Në pjesën e dytë, kryesisht do të kem përshkrimin e tij me fillimin e odisejadës së tij, me burgimin, me arrestimin, me internimin, që nocione këto që shpeshherë u përzishin edhe për mua si një moderator i këtij emisionit. Për herë të parë ai në mënyrë të veçantë shprehet për aratisin, internimin dhe burgosin e tij. Mos t'ju marr kohë më tepër sepse duam që Bacën Idriz ta dëgjojmë sa më gjatë. Kështu që ju preferoj që ta ndjekim pjesën e dytë në vazhdim me Bacën Idriz Zeqiraj. Baca Idriz, vitin 1968 juve ju gjenë në Shqipëri. Çka ishte shkasi që ju dollët në Shqipëri, si u pritët atje dhe cila është, tani duhet të themi ajo odisejada, po edhe momentet e mira, po edhe momentet e këqija të krejt një periudhe ku ju kaluat mbi 20 vjet atje, nëse zgabom 22 vjet, apo jo? 22. Prej të cilave ju mbajtët 17 vjet me internim me sakatos e kështu. Në Kosovë keni ardhur mbas 33 vjetësh. 33 vjetësh dhe për herë të parë keni ardhur pas vitit 1968 në vitin 2004. A mundësh prej vitit 68 në versionin e juaj, nëse mundeni pak të shpejtuar për shkak të kohës televizive? E thash edhe cila ishte shkaku i asaj dhe ishte marrëveshja me shokët e grupit që kishim, që kishim shpresë në Shqipërinë se atëherë pas plenumit fillojmë disa shkrime. Zari popullit e këto edhe mendonim që do na ndihmojnë diçka. Edhe këta thamë pasi veç nga përpjekja për ta gërshëtuar legalen jetën politike legale me atë ilegale veç u denoncove, u pak hapur derisa u penalizova dhe mbeti në proces, kështu që për të na ndihmuar Shqipëria. Tani, kur unë shkoj, isha shumë i rezervuar. Keni shku me shok e tjerë? Vetë. Vetëm, po. Vendimin e murt vetë dhe a i treguat dikujt? Po, shokët, klasë këti, ngusht ka qenë treshe, kjo është ka qenë puna. Edhe, unë e pash qenë trajtimin... Tarni më falë për shkak të publikut, kam qenë thënë treshe. Treshet njënë si organizmë ose celula të ilegales. Tani a ka pas emërtim ilegalja juj? Ilegalja jonë, shif, ka qenë ky vendim që pasi grupet po zbulohen në kështu, po jipet transi edhe mos mu fare, pa emër ka qenë kjo. Ashtu? Po, visi kjo ka qenë, ka pas një shtrije, kjo grupi jonë në të gjithë etnikumin. A ka pas njerë që mund t'i përdorë, që mund t'i përmendesh tani për publikun? Do jamër? Po ka qenë ta përmendë këta që nëse Kaderiu ishte i dënuar e parë, pas ta ju dënu me këta si i parë i grupit, Kaderi Osmani, Binak Ulej, Gjafer Shatri, Met Shatri, Jasher Alia, dhe të tjerë, deri pas ta i ka qenë në Përshev, Sadit Emrullaj, një poeti, Macedonia ka qenë, po atëherë këta sa kur nuk janë arrestu të gjithë një herësh. Ka qenë e tirë lidhje. Thotë Kaderi Osmani me një vend me një shkrim, isha betu që thika të futet në zemrën time si në mollën e kalbur, edhe të mos nxirr shanjeri. Edhe kjo është rezervu. Pastaj, në vazhdimësitë e këtij grupit, që është gjithmonë Kaderiu që dënu edhe ka qenë grupi i ndërnu neri, ndërnu 2 herë, me grupin e tretë pastaj, që ka qenë vazhdimësi, kanë qenë këta, Mehmet Hajrizi, ka qenë Jakub Krasniqi, Recep Maulanovi Berisha, kanë qenë ta Hidayet Hyseni, këta kanë qenë të tjerët. Basri Mosmurati.
Po, pastaj më vonë Rambuja, Ganikoci e tjerë. Janë shumë, për që dihet që është grupi, që se themi të qoftë se i filluar dhe pa emër, i filluar në vitet 60-ta që ka zgjatë deri në 84-ën, kur është arrestu grupi i fundit, se ndërkohë në arrestu disa grupe. Dhe ju shkonin në Shqipëri. Tani na tregoni pritjen, mikpritjen, keqpritjen, përjetimet e juja. Pritja... Ku shkut, në cilin vend? Me keni ballafaqut? Se interesojnë publikut këtu? Në Tropoj. Do më thonë, ka lut kufirin nga Gjakova, apo jo? Ja. Po? Andej nga Vuthaj. Nga Vuthaj ka lut kufirin. Dhe shkut në? Në Valbon, Qerem, Valbon, Dragobi, Bajramcurë, nëse pa aty janë... Me kenë për herë të parë me njerëz në Shqipëri u ballafaqut të takuar? Ballafaqun, jam me një çobanesh, po ne mendova që është çoban. Ishte me kapele, me krejtu, ishte shi. Mbuluar edhe zonën e si kishte, ishte çobanesh, me shumë dele, edhe i thash, unë vjen nga Kosova, edhe lajmëroj të organet. Njefshin ushtarët, se ishte posta me Dragobi, edhe me ato si shpatë, si ka më sërse, shpejt këtu. Ata si erdhen pam armet, gati shmeri, unë e që shaj qetë. Edhe kanë shëqru pa lidhje, pa qanë Dragobi, po atë natë se fjeta në repartë ushtarak. Në repartë ushtarak, në dhomën ku fleshin 20 ushtara ma shumë, duhe me lëshu gjithë dhomën, sepse ne, shteta si huj, kush dhe qoftë, nuk mund të flinte një dhomë me një ushtarak. Qoftë ushtar, qoftë oficer. Edhe e lëshu më bëllim, më erdi keshtë, i thashtë rreni ku di ja gjauna. Thashtë rreni se pas ka vanë mjaftë. Jo, tha ja kemi dhomë tjetë qfarë krejtë koridorëve, se në rasa ishte, se private ishte të shumë. Edhe pre aty të shëqrim të dy ushtarëve në Bajramcur. Në kamja, një oras, më shumë. Ishte bollë një kanalit, atje drejten. A kam pas sjellje normale, sjellje vllazërore ushtar? Absolutisht korrekt. Do me thonë jenë dhe i mikë pritur? Po, ja, mirë, absolutisht. Dhe shkonin në Bajramcur? Ate që kishin, atëherë s'kan pas puca ushtarët. Ate kan pas opinja lastiklu. Edhe qërapa s'kan pas ushtarët. Kanë qenë me të fashët të bardhë. Po. Që më shtetë, që shtu ka qenë. Me bezë, po. Po, pas të i këtu e lirta, jo, pantolla që ishin. Po, për standart të pashë, ka suar, përsa më ishtë ashtu, krejt okej. Edhe... Prej Bajramcurit? Bajramcur në Qeli, Mirut, më vetëm. Sepse ke kalu kufirin ilegalisht? Valej, po. Aty pytjet e para, shështu, edhe kisha në ato akusat, ato i kisha përgjigje për andeshë. Alas... Ju i kishit marrë ato si dëshmi që jenë djek nga regjimi atje dhe po? Po, pa përmend grupe fare të qëraq, pa përmendur, asë emra të që. Jo pëse i dija unë ma vonë që dhe mëseja se do ishte krejt një. Ta në kur ju qunë qëri, a undive kesti, a undive i burgosur në qëli? Po, nuk njeva mirë se... Me vete ju, qëka kishit? Kishit ndoj, pos këtyne dokumentave, ndoj qanta? Kisha makinën time të shkrimit, makinë të vogël, të shkrimit, në të qantë, edhe shdis pra libra shë mund të kemë pas, ta kontrolun? Edhe letra e kolisqit. Po, a ta kontrolun qantën? Ta na i kontrolun, asë gjanë nuk kanë prejkë, ta na i kanë vu për sërinë qantë. Dhe zbërtena vese dhe pak, më falë që po ndërhy kështu për shkak të publikut këto po i bëj. Zbërtena pak qashtin e letrës të kolicit shkurtimisht. Qka ka qenë përmbajtja asaj, qka ka qenë do me thonë asaj në këtë rast? Unë e di, po publiku duhet ta di këtu. Letra e kolicit, thashë, Ibrahimin pa të mbisedu, a ju dëritu, në interesante botimet që i kishin ata në radhë parë, po edhe të shokëve tyre se në kuadrin në redaksis botonin ata librat. Edhe ai Martin Canës, Ibrahim ju drejtua, edhe ata dy palët dërguan librat, edhe korespondentën edhe falenderuan që po bëhemi antarë shtu të leximit, se në dërguan edhe revistën Shajzat pastaj. Dhe kjo ka qenë një farë mënyra i preteksti kryesor, do me thonë se dëshmi... Dëshmi e zgjatjes. Atje
kishte edhe këte, se isha në Kosovë, nëse do ishin të interesuar të studionit në Rom, qoftë të Alba në Lëgjin, jemi gati për ndihmuar. Dhe kjo ka qenë kryp në syrë për regjimin, si do që tjetë. Tash, ata ishte, e kishin Kolici, Konica, Fishta, e tema Gjademi, e plot emrat e tjerë, ishin qunin armik të betuar. Hapër, tha njeni, që ka dash, tha, mi hapë shkolla Shqipi, mi u përzi, tha, Jugoslavisë, në thash, për ne është hero se ka hapë shkolla nga manastiri ku është kriju alfabeti gjuhë Shqipës, deri në Sangjak, në Pazar. Ka qenë kjo shumë e rëndësishme. Dhe kanë ardhur mësuesit më të devotshëm, më të mirë, me urdhër kanë qenë të mbretit, më të kvalifikurit, dhe tërë jetën ata që janë kthy, janë përsekutu, janë bërkosur, janë sakatosur. Baca Idriz, Ibrahim Rugova ka qenë djeni për ikjen e juaj në Shqipëri. Dhe a keni folë rreth këtij aspekti? Jo. S'ka qenë. E ke kursyer atë apo jo? Dëgjoj tash me Ibrahim Rugovën. Ibrahim Rugovën shokët ishin të interesuar ta fosnin. Me përfshi. Me përfshi. Edhe kush më tjerë si më i përshtatshëm për të biseduar me të. Po, unë i afrohem edhe krejt kështu, po bisedoja, edhe më tha, cili grup tha mbeti paspër. Ai tha. Ibrahim Rugova. Edhe e hodhi këtë iden që duhet të bisedohet, gërshëtohen pikërisht kjo çështja e ilegales me legalen, kërkesat. Kur janë legale, shtrohen, pasi i përbashin edhe mbledhja atëherë kështu, ai ishte në larpamës këtë punë. Cili grup tha mbeti pa zbulu. Që i bie se ai nuk e ka preferu shumë ilegalen, apo jo? Jo. Domethënë ai e ka pas me regjimin dashnin ashiqare, sistemin e të hapur. Në mujëm, në të mujsha të muj, apo jo? Ky ka lutu për të gjithë të arrestorit, sidomos ta poetët e kështu, si gjithë tjerët, me shumë simpati, me shumë. Edhe i ka dash shumë të njerëz, absolutisht, e gjithmonë. Kur i priti, i ka prit, parët ta i ka prit, Biliu ka prit, Kadir Osmani, ti grupit ka qenë në takim, dhe ka mboni një mision, takimi i parë ka qenë Kadir Osmani, ka qenë Ydajt Hyseni, Ali Lajqi, Sherif Konjufca, Gani Koci, Gani Krasniqi, ka qenë edhe Fadil Geci, aty se ka qenë në burg politik një kohë, dhe disa tjerë. Dhe kam të incizuar këtë takim dhe këtë pritje të udhëhequr nga i madhi Kadir Osmani. Edhe ky absolutisht, ky ka qenë i tërë i politik, ky ka qenë nacionalist kuptimin më të mirë të fjalës, ky ka qenë propërëndimor, edhe atëherë që ne me këto emërtimet grupë revolucionar, pastaj i Kosovës, që grupi jonë e tjerë, ashtu, ai mund të ketë qesh me ne, në këto emërtimet, emërtesat, se gjitha kishin një bazë, lindjen e kishin, se njësoj si këta televizijës tonë përëndim, se ban protest kundër bashkimit Gjermanive, se përdopsohet fronti komunist. Tash duket kjo duket si prallë, por është e vërtet. Deri aty ishte arrit puna. Po nëse ishte i sundon të kjo sigurimi shqiptar. Idriz, se une ju ndërprejta nga rrëfimi juaj dhe kontinuiteti dhe i mbesim bërç publikut të vazhdojmë prej Bajramcurit pastaj. Po, prej Bajramcurit vjen një makinë pas një 10 ditësh, vjen një makinë edhe transportojnë në gjip në shtëpinë e izolimit burg ishte në Laç. Ajo ka qenë shtëpia e Premkërvizit general militar, rrëthuar me more, me 4 roje. Ka qenë 4 ore, trulli e rrëthur, edhe aty ishte me tyre të mbyllur. Sa këndajt aty? 6 muaj. Dhe si e trajtu, që ka Ishte vinin e tosit, vinte pej Tiranës. Çka i thëshë ti? Cila ishte deklarata jote ndaj tyne? Unë jam atje i persekutuar, ka marrë në Shqipëri. Isha, pastaj, këta i kishin njerëzit a veta në jandishën, në shtu të dishin, edhe kishtë edhe njerëz që ishin ministri atje që në nifshin. Nuk ishte shumë problem për këtë punë. Pastaj, mas 6 mujve çka ndodhi? Gjithë dyshimi ndodhi te letra e Kolicit. Çka ndodhi mas 6 mujve? Prej aty, pastaj ata shokët
ishin edhe 2 djemë, 2 vlezër, një vllai madh vinte 24 vjeç nga Burgu i Nishit, 3 vjet kishte mbajt, edhe një vllai 16 vjet, i qunë në qendrën e internimit në Qerm, bujqësi. Ai djali u ndodh u qet i vdekur, çfarë djali ka qenë. Ky pastaj e humbi shumë të ruan, nisët me ikë, bore manën, librazh kthehet, e da ja kosin me drum, piqit edhe ujtë staftë. Me shkru nga Burgu i Tiranës, qa student, shkoj me leje, mësimor e leje me pa, ishte i shpërfytyruar, e qunë në spaq, aman thët, për që me ndë ma ke mësimar, shkoj me leje, aty bli, me leje shtu, me një kabinë, shtu, mbulur që ishte, aty në lanë vetëm. Po unë e dhja që i që zotë, pa i filloj me tërgu që thati, kanë rafshu shtu, po ma dha, akta kuzë, edhe atë. Për qudë, kur dolla, kur hyra më kontrolon, kur dolla së me kontrolon, atë. E nejse... Qka isha akta kuza? Akta kuza ati ishte për spionazhe e akuzohen, pastaj largim nga vendi internimit, dënim 5 vjet, kjo ishte e fundit. Sa ishte i rryrë me Burg, ishte në vitrin nga Burgu i Nishit, se plot tjerët me atë dajak e kanë pranuar, pa qenë fare, këte. Edhe unë shkova në Qerm, pas i vdiq vllai, unë kisha para, lash një shumë para që t'jetoj disa muaj, shtu, se ishte kreti pa haft, i bara një letë, kur u ktheva nga atje, unë shkova në Ministritë të Brendshme. Ministritë të Brendshme ishte shefi kriminalistikës Ajet Haxhiu, i Vaganicës të Mitrovicës. Autori librit të Azembetis. Prishtina, Shota, Zemgalica, e tjera po. Edhe unë i thej Shabac, edhe i nënë ishte ka qenë nga borat e zgjurë të Mërgatës. Aja dhe Agim Gjakova. Këta dy kanë qenë ma asët shtu. Radimi Agim Gjakova në atë kohë, ku ka qenë? Ka qenë në agjensinë telegrafike shqiptare. Po, ka punu. Përkthyesi i anglishtës. Po, okay. Edhe kisha marrë me vetë një broshurë të kriminalistikës, mes të jo ishte edhe një shkrimi Ajet Haxhiut. Ku thoshte ndalohet rrëthsisht tortura për gjatë hetimeve në etësit tona. Unë i kisha fut me lapskuq. E i shpjegova që shë torturu, me emër mbi emër hetusin e Lushnjë. Tha, qka jeti? Tha, student. As ke pun tjetër, as një pun tjetër s'kam. Kam ikur unë vetë, andej nga përsekutimi individuale, familjar, edhe dhe këtu torturohen djemë të Kosovës. Ku e njefti, kom jetu, thash, sa i najtë një mujës aty. Në dhomë bashkë kom jetu, edhe këtu ndarishën të gjylekarit vitis. Qero, tha, unë nuk levizan nga vendi. Ai s'ku që i në styrë, bëllë dhe për tensioni ka vdek. Edhe ungrit. Nga thash po marrëstojnë tani, shkoj të Agim Gjakova të nesërmen. I tërkoj. Me Agimin këmë pas hapër shtu. Me Agim Gjakova. S'ka qenë vështirë me folë. Po. Se shëq Agimit është vajza Haxheja Adasit, Hoxhi i Stokut, i ekzekutuar si nacionalist në vitin 1945. Po. I ka pas 2 vëllezër në Burg me dhe Maqin, ta juristët. Agim Gjakova, Nipi Akitas, bashkëmigje, edhe sa dhe gjatham. Ajet Haxhiu thash bori mirë. Tha po, ka mendu, tha që ki provoku. Që provoku, thash, ta i din informatorët e tyre, i jo. Merë, tha, filan librin, Enver Hoxha për sigurimin e shtetit, edhe lexo, duket ma tha dhe faqen, ku thot se punojnë si sigurimit, as një denoncim, as një fjalë, nuk e lejohet me ja thonë kolegëve, është zyra e përsaqme në ministri. Këte ma tha. Pas 17 vjetësh, takohem me Ajet Haxhiun. Më thot mu një student, një profesor, thot ka kërku mu taku se kishte diçka. Dhe gjatha djallë. Tu i t'jesh budalatha, jo student, po budalatha, tu i t'jesh, t'i kërkosh llogaritha sigurimit të Enver Hoxhës. Po tani ishim demokraci. Kur u takuat. Po. Dhe t'i kthejem tani kohës dhe t'ecim pak më shpejt, se ende jem dhe më tonë. Ju pastaj i regjistruat fakultetin a krejt thuna i këto. Prej aty, pas të tyre 6 muajve, me dërguan në Lezhë, pastaj aty ishte vajza Din Bajraktarit, Besër,
Çka keni bo në Lezhë? Çka keni? Në Lezhë, me qënë mësus, më thanë atë më shkun filan, fshatë janë filan. Atje tha edhe një Kosovar, ishte i Sniqit, edhe këtej, ky fshati këtej, atje ke pak më largë 2 orë, pa të nuk kom qenë sportist, edhe këtu, në Tiranë. Edhe se kisha gja për me hedhë 2 orë të shirë. Edhe shkova në Kalmet. Kalmeti është shkolla Frank Bardhi quaj, si për inat janë shumë 8 nëndori. Ishte një fshat i sakatosur, kishte 2 fshatrat të ndaj, me një shkollë shumë qindra në zantë, krejt ishin në klasët në celula të kishës, kisha e madhe, edhe mësus të fjetja e të tonë aty ishin, edhe vetëm një mësus edhe ishte i pa kualifikuar. Një mësus kishte, të vendit. Krejt ishin nga Tirana, si në vajza, nga Lezhë më pak, nga Shkodra. Dhe sa ndajt aty? Aty ndaja deri në gjatë verës me dërguan mësus veror. Ku? Në Durrës. Durrës përse kom qenë, se në nuk bëjsha si shteta si huj. Jo për të shteta si huj, s'kisha me ba veç këte zbori ushtarash që quaj, një mëjor, po ishte në 2 muaj punë fizike. Unë përsa isha mësus me qënë të rinia jo, rinia bashkimit profesionale, mësus veror. Mësus instruktorë është. Shkolla verore. Po, gjitha ato vitet. Pastaj? Edhe pastaj me qonë në fakultet. Për të regjistru fakultetin, për të studiu. Po, kjo shoqja sekretarit ishte vajza Dim Bayraktari që kanë jetë besën në Tropojës. Krejt miti kishte shkolluar jashtë. Të ta drita, mund ta keni parë, drita Bushati, kanë pas me një hyrje me zona Gervallën, po. Tiranë. Edhe po, ishin kujshime një të Sniqit, ku nisha si djallë shpije. Ali Morseli ka qenë një plakë që kanë zerë këta, që kanë zirë të Malazezët në Shqipëri, që ka thona pak kanë meta, që ja futën burë për të fjallë, ma shumë se sa duhet nëjse, edhe fillova studimet. Studime... Në cilin fakultet? Në fakultetin në Gjullit Tërsi Shqipe, atë kanë qenë bashkë Gjullit Tërsi. Po. Gjullit Tërsi Shqipe, konvikti maj mirë, që ishin edhe disa të huj, edhe shumica e këtyre djeme. Dhe ju mbaru studimet? Po. Dhe pastaj? Pastaj me emruan mësos. Dhe punuat, ku punuat, sa punuat? Jo, tani, emrimet bashkën, po si këshin shpallë. Pastaj, vinë grupi absolventëve të Gjullit Tërsis. Këshin mbaruar studimet edhe erdhen në Skosian Shqipëri, një grupë për i tyre. Në mesën e tyre ishte edhe një vajzë nga Presheva. Sadete Emrullahu, zi qatë sa gjanë kjo emër, po e të shka qenë Nusi Avni Preshevës, drejtori gjimnazit Preshevës, ka qenë, tash nuk e di. Edhe, drejtori, arsimtarë, nuk e di për e. Edhe, ajo erdi bashkë me një djallë tjetër. Sadetën, une, e dija si emër, kësha lizu, po me një oftë jo. Edhe në paraqet një dokument, fotografie dokument, që nga kush vinë. Kishte firmos Kadir Osmani, po jo me emër, ka pas vetëtima. Ate, krejtë shkurtër, edhe e këshin shtru pyetjen, pasi ishin liru nga burgu i parë këta tjerët, a Kaderia nga burgu i dytë. Në ma kujton të thanin e Leninit para revolucionit, që të bejmë, edhe kërkonin, këse i pyetje me përgjigjë. Ate ma dhanë shumë fshevra zë letrën, ma dhanë pashtu, po ta shkun në jug. Nga Firi, baj një letër, kjo vajza që ishte në kërë. Thëtë, për letrën e dërzuar, du në pa tjetër përgjigje. E këshin bjur letër, mu me në herë me doqë. Edhe, se unë kisha posta, kuti postare, box posta kisha në fakultetin Gjullit Tërsis, fakultetin Shkenca Politike, në konviktën fakultet kisha ku dushti që e një ishte, edhe e marrë atë letër, nga Firi, të shkojnë Saranë, ka shkojnë andej, e mora me mend që mund të lezu, po s'kishtë kështu kur gjanë, veç po ajo, në shpraja revolucionare, miru pafshin marrë të Kosovës, këto, që entuziast që sheshin, une, si t'ja bej, me agimin i kisha letrat hapër, edhe shkoj ke Agim Gjakova, e konsultoj atë. Agimi me foli, që shtu si shpo flojmë të shumë pëmbaja sa, shënime shtu. Më të rëgun ditë kur theshin edhe më dalë, më dhanë përgjigjen, po bleva atëherë ishte dhe kjo dimri vetëmis madhe që ka reja sa libra tjera, musha, unë një qanë qëtu, në mes tyre dhe letra.
për këte. Në mbrëmje vjen një ish student, 2 vjet para me e kështë mbaruar, nga Thullçeti, Klosit, ku ka qenë ky kamp i këtyre televizjes, ushtaraksh, servitoria, Burelit, Matit. Darku me përrime, tha, do dalësh klejsh në dhomën tjetër, se unë kam sapun tjera, ashtu. Sapun ku marrë mysafir këti. Thash, ndajem, tash ku ha gjumit, një gjumë të ta bëjmë. E ky, një shamir me të dhe unë i dërgoja pashtet deri, nga Shestani ishte i malici. Për shofer i dërgoja se ishte me familje atje, shatë që ka të hajsh. Kynë mëngjes, zgjohet, vjen hanë mëngjes, përsëri, doli, edhe shkën lejmërën se ka vazhdu tërnatën. Me përzurin nga dhoma, thot nuk dorin dhomë tjetër. Në faktu në dhoma kisha rezervë se kryetari i konviktit ishte arsimtari i historisë. Fakultetin kështë mbaru, por ishte i konviktit, si ishte konvikti ma serios me studentu e tjerë, edhe unë ndimoj atë, se duhe mbyll dera në orën 11 natës, edhe ajmë kështë dhamë, dhja halës ishin, kosovarët që emroshin, në puken, malsive, fshatrave, u i kende komunaj beqar, ishin shumica, vishin të unës aty edhe Tiranë, mandaj, unë i prisër, kisha vendet të në ushimi, edhe dalën me çantë edhe me një vajzë kosovare e mbretërisë. Kosovare e mbretërisë. Ajo fakultet ekonomik, 2 vjet pas me ishtu, po akraballa kishte. U qalin nga Shushicës jam, kash jam, e të dalur në një pjesë familjes kanë me te, 3 vëllënik kanë dalë andej, nëjse, edhe çantën jelëshojnë dorë një arsimtari. Shok e kishe, po, si ishte e randë, kështu. E më thotë se kë një oficer, ka qenë Pepër Radecit, Babagjani i Rimir, ka qenë thotë për të rreth shoku Kadri. Ai ishte zëvendës ministër i brendshëm, ata s'kanë qenë zëvendës ministra si këta tanë, se si njef kush. Për cilin Kadri flitet? Kadri Ismailjati, ka qenë jugor. Po thëmë zëvendës ministrat të brendshëm, nuk ka qenë që këta tonë që se mbaj men emrin. Po dridhëshin njerëzit kër përmenshin emrin të tjere. I thash, po jatë ti përcjellë, thash këta, asi, të ri pak me këta studentët edhe me këta misafirët e Kosovës. Tha, po e ka një mbledhje, tha dhe tani, tuat, ani. Shkova drejtën e ministri, në tëre me prisni aty, veç kur vjen pas një 15 minuta ashtu. Njës tjetër të së pashma. Hajde, thot lartë, katën e dytë, hapë dera, kur i shëf të gjithë drejtorët e drejtorive të ministrisë të brendshme. Në mes tyre edhe Ajeta Qiu, si ishte drejtori i kriminalistikës. Çanta imi kështë arrit para meje. Ishte hapër në tavolinë, dhe zëvendës ministri po e tonte letrën, qëfar është kjo letër? Letër është. Letrën e Kuliqit? Jo, letrën time të është. A, letrën tonë? Letrë imi ishte taktika dhe strategjia për realizimin e Republikës të Kosovës. Cili vit ka qenë kë? 73. Edhe tani, do një të Republikën e Kosovës, duham se jo. E mati bryllin, po kjo ishte shokuse. Kjo ishte shokuse, se për shembull, kur jam takuar me këta që kemi pas biseda kështu, që më kanë ftu. Më kanë thënë, ti e don partin, po e urren sigurimin. Kur i kam thënë se sigurimi juaj për përdor metoda të udhës. Sepse që studentë ka që budallam. Këto metoda tha i ka sigurimi. Thash, kur thëm metoda të njëjta, thëm tipike, si që i banë, thash, tipizim, e ngelsin e antidyring tipizimit. Atëheri kanë kryqëzu sytë dhe rrugët tona janë dame aty. Dhe cili është fati juaj pastaj? Ju arrestojnë juve? Do me thonë, ti nga studenti që... Jo, ne halas kishim marrë emrimi dhe ne do rrinim ende do rrinim në... internuar? Në konvikte. Po, konvikte. Dheri sa të marrish ashtu. Nuk isha student. Dhe cili ishte fati jutë pastaj? Me qka... Fati bëlla faqimi, këte e qujten
e qujtën politikë subversive i qunin to shkrimore. Më kësha bo tërë ato broshura, tërë ato, tani po del dosja, më thënë që është 500 faqe, a i kanë mendimin që është 1000 faqe, më rëmenë se çfarë përsjellje ka qenë, edhe politikë subversive përjedhoj prishin marrëdhënie e Jugoslavës shqiptare. Dhe që pati juj i Matutjeshëm? 2 ditë, ministri, një kravat, dhe një oficer në çdo të torë. Pas të ujtë në Burg Tiranës. Dhe sa keni ndajt në Burg? Në Burg Tiranës ndaja 3 muaj. Pastaj? Pastaj, me lirun, po me një farë kështu, me shumë dyshime, kandidat për Burg, për shefja. Edhe më dërgojnë në internim. Edhe më dënojnë pastaj 10 Burg e 5 internim 15. E ku? Internim, Berati ka qenë vend klasik i internimit. Berati. Pastaj e në Burg, ku ju qunë? Në Burg, a këtu në Burg Tiranës, po pastaj arrestim përsëri në Berat, hetimi, dënimi në Burg të Tiranës, ku baj shpërndarja. Emigracioni atëherë kishte një 36 gjësejt, 36 burgosur, që ishin pashtetësi shqiptare. A ishin shqiptarë gjithë? Jo. Kishte edhe Shumica ishin shqiptarë, kishte një 3 grekër, një shqiptar amerikan. Dhe pastaj ku e vujt dënimin ju? Dënimin pastaj unë në qunë në Ballsh. Në Ballsh? Në Ballsh. Ajo, ka qenë ajo tymnaja e Manaftës, që u ankun që për ne zini varezat se. Edhe prej aty, pastaj mu me qojnë në Borrell. Në Borrell keni ndajt, ku? Borrell, edhe në Borrell kemi qenë 3-4 veta, kaq. Ajo ishte një dhomë, ka qenë më parë si dhe cenojtore, e gjatë kështu. Po e gjarë më pak se 2 metra, e gjarë. Edhe aty pastaj Burgun. Si ju kanë trajtuar, si kanë qenë për kushte për ditë vështira, po si ju kanë njerëzisht, si ju kanë trajtuar aty, rojet e... Eshte dëgja, tani edhe në Ballsh, që aty ishte Burg ma ndryshe ishte, si kështë oborin ngusht, po hapër dera, ka panan kështu, ande ishin 1700 të burgosur politik, ne ishin 36. Më shumë kishte në Biruca, nga ne që ishin 36, sa ata që ishin 1700. Ka qenë... Dhe me thonë u sillshin keq, apo jo? Keq, jashpër ka qenë se... Provokimi ka qenë, për shembull, ka qenë provokimi mu gjetë qërapa e lesht në kazanin e gjellës. Gjatë periudës të Burgut, a ju kanë marrë në hetuesi ende, a kanë zhvillu biseda me juje? Absolutisht. Ka ardhur drejtori i burgjeve të Shqipërisë, në Burgun e Borrell, dhe më ka lutë të bëjnë një kërkesë për lirim me pendes. Në asnjë mënyrë sam asgjë s'kam bë, krejt jam i pafajshëm, do ta vuj dënimin. Po ka qenë dënimi i rëndë se s'ka pas asnjë siguri, se si do ishim me përfundu, dënonin edhe 10 tjera. Kisha aty në Kosovarët i gjeta që ishin arrestuar në vitin 1949. Edhe është qështu që i kanë ridënu, kanë bajt dënu 25 me akuzë falso të espionazhit, e vazhdu pasaj nga 10. Edhe i shofën e sa, tash që shkrujnë, sa libra, sa, edhe këta horat e Kosovës e të Maqedonisë i quajnë spionata. Baca Idriz, tash po ta bëj një pyetje, është pak primitive, pyetja po për publik, ka kurreshtje publiku për këtë. Gjatë kësaj periudhe, si në internim, si në Burg, si ndaj juve është përdor dhunë fizike? Unë për i dëgjoj edhe këta të Kosovës, dhunë fizike nuk është përdor, dhunë fizike, për shtim të Birucave. Edhe dhunë fizike këta që i arrestonin për të ridënu, i shqepnin dajak, edhe pse mund t'ju dilte dëshmitar një polis, që të një polis në dalë. Ose një vinte nga një burg tjetër, dëshmonte, e i dënoj 10 jetë, s'kishtë rëndësi.
Ata për gjatë hetimit kanë qenë të tmerrshme. Kanë qenë shumë syrë, sidomos ta që në akuzu për spionazh. A unë i falenderohem shumë për shembull edhe drejtësisë shqiptare, edhe gjyqësisë jashtë, edhe sigurimin të rast, që kur nuk me kanë përmendur qoftë edhe një herët spionazh i dërguar apo këto. Kur? Paca Idriz, thatë se ju kanë kërkuar ta bëni një kërkesë dhe të pendoheni që të liroheni dhe nuk jeni pendu, nuk keni nënshkru. Megjithatë, gjatë krejt periudhës sa keni ndajt dhe keni vujt në këto burgje, a ju ka shku mendja ndonjëherë ose a jeni pendu ndonjëherë që keni shku në Shqipëri? Sigurisht pendesa, po. Pendesa. Se tash unë kam është edhe një tjetër, ka kjo që unë pas lirimit, edhe unë kam kërku këthimin, edhe me leje kam shku në ambasadë Jugoslave për të rikëthy. Jo, kam ba erë për qapje. Jo, në ambasadë Jugoslave. Në Tiranë? Në Tiranë. Aje me ka marrë në pyetje, prici, edhe se ta keni pas problem, po i thëmë Siri, ne i kim pas sa kërkesa, po cilat, po i kanë qenë qëto kërkesat për barazime tjere të shtuve, s'po i pësha ullësira. Herën tjetër, thëtë, rezulton se i dënon munges me 9 vjetë burg. Thëmë, masil të afirmës, se kam problem. Edhe vjen përgjigja, organet kompetente e shqyrtuan kërkesën tënde dhe konkluduan të mos lejohet hyrja në Jugoslavi. Tani, ky është refuzimi i parë që u bë. Kishin qenë për shembull, ka qenë Qazim Blaca, që ka pas shtetësi shqiptare, kanë qenë të tjerët, kanë pas tjera probleme, po unë, se kisha asnjëherë s'kisha pas shtetësi të dytë. Pastaj, më dashur, po e llogarita, nuk isha takoj Selman Rizën në bulevard. Isha tepër i mërzitur. I kthyer nga ministria po të brendshme para internimit. Edhe thotë se unë dam, kom jetë që në që ka vrapu, hej, Kosovara, se emrin, se amrëdoni profesor, dëgjothët, e shofët që je fort i mërzit. Moshat e favorizon, kemë shku në burg, në internim kemë shku në burg, unë shkova në internim në dhomën e Selman Rizës që kështë dalë nga internimin para. Tëna këto, po mosha tha është e jotja edhe pësëri do të arrish. Selman Riza edhe Loti, po ishte të mërshme Lotin me pa në sytë Selman Rizës. Shikues nderuar, formalitet po mduket kjo hapje dhe mbyllje e këtyre emisioneve ndaj një bashkëbisedimit aq të frytshëm, aq të nevojshëm, aq të dobishëm, aq të sakt, aq punktual, të argumentuar, të fatit të një njeriu, një intelektuali që pa asnjë interes punoj dhe në shërbeu krejt rastësisht shpëtoi gjallë dhe është mirë edhe në kohën kur ne po flasim. Mu nuk mbetet asgjë tjetër post ju rekomandoj që pas kësaj pjese të dytë, sot një javë, ta përcjellni pjesën e tretë të emisionit që pak dallon nga ato tjerat për nga rëndësia. Kështu që ju kërkoj që ta ndëgjoni edhe pjesën e tretë sot një javë. Me kaq po e përmbyllim edhe këtë emision, duke ju rikujtuar se emisionet i keni çdo të shtunë në ora 21 dhe të nesërmen në repriza në ora 17. Mos harroni ta bëni subscribe edhe kanalin televiziv Fakte me Adnan Merovcin që ndodhet në YouTube. Mirupafshim. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë Rrugove, Vipa Chips dhe Medika.